Në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak të Maliqit është prezantuar raporti konsoliduar për Bashkinë Maliq për vitin 2025, në të cilin, sipas kryebashkiakut, realizimet janë në nivele të kënaqshme, por ka ende vend për më mirë. Ka një rritje të realizimit të buxhetit pavarur krahasimisht me një vit më parë nga 57 në 62%. Realizimet e tjera për mua kapin shifrat konsiderueshme si në paga, si në shpenzime operative, si në investime, pavarësisht se në investimet nuk kemi në nivelin e dur për efekt të përqindjes, por në fakt janë investime në proces, të cilat jo vetëm që finalizohen në fillim të vitit 2026, por disa janë edhe me efekte 3 vjeçare, por tek e përgjithshmja kemi një raport të konsoliduar pozitiv, por ajo çfarë ngrejmë gjithmonë nga njëri vit tjetri ka të bëjë me rritja e performancës në lidhje me mbledhjen e taksave dhe tatimeve, dhe të shpresojmë që 2026 të jetë më lartë se 2025. Për vitin 2025, realizimi i buxhetit të Bashkisë Maliq për pagat ka vlerën 91%, shpenzimet operative kapin shifrën 87.7%, ndërsa shpenzimet për investime kanë arritur në 95.1%.